Bokseri shqiptar Kreshnik Qato ka fituar duelin me bokserin Argentinas Esteban Ponce, duke u rikonfirmuar kampion bote në boks për peshën e mesme. I mbështetur nga promotori i tij Yllin Droqi, njëkohësisht president deri i Federatës Botërore të Boksit, Qato ka zhvilluar një ndeshje të madhe para sportazëve të tij, duke merituar për herë të katërt titulli kampion bote në peshën e mesme. Mes mira mbështetësve të Qatos ishte i pranishëm dhe zënës kryeministit dhe ministri i jashtëm Ilir Meta. Bokseri shqiptar ka fituar me pikë ndaj Ponces pas 12 raundesh të zhvilluara në arenën e ringit të Pallatit të Sportit Aslan Rusi në Tiranë, në një ndeshje të përmasave ndërkombëtare, jo vetëm nga dueli i zjarrt dhe me rivalitet, por dhe nga atmosfera e krijuar nga tifozët shqiptar.